يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kënë Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejtë muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, kjo është hutbeja e treta më radhë që flasmi rreth temës së padrejtësisë ose padrejtësia ndaj bashkëshortës apo ndaj gruas. Deshta t'i përmendja edhe disa lloje padrejtësi që bëhen e pastaj sa e ka ngritë dini islam gruan e jo ashtu qysh mendojnë ata të tjerët, ata që kanë zili islamin, ata që e urrejnë islamin dhe vazhdimisht e sjellin për gjuhat e tyre se islami bën padrejtësi. E tash doja përmend se islami nuk bën padrejtësi ndaj gjinisë femërore së ndaj gruas, por përkundrazi ju të tjerët, ju ligjet e tjera që ju i keni nxjerrur, ato janë që i bëjnë padrejtësi e bashkëshortës. Po e përmendim një hadith që transmeton Imam Buhariu, vjen prej Enesit radhiyallahu anhu, tha se një ditë prej ditëve pejgamberi alayhis salam ishte në njërin prej dhomave të grave të tij. Dhe ishte në një prej dhomave, por një grua e tij, në këtë rast një grua tjetër dinte me bën një ushqim më mirë. Edhe i tha pejgamberi alayhis salam, a ka mundësi se unë vinë do musafir? Dhe kështu do të më pyet do musafir, më thon drejtën. Tha, a ka mundësi se unë vinë do musafir, më përgatit pak bukti mu, e më prun që dhomën që të dhoma e Ajshës i kam do musafir. Edhe përgatiti. E shoqja e tjetër e përgatiti, kur e pruni java një shërbëtorit. Edhe shërbëtori tha, erdhi kur e pruni te dera e Ajshës. Ajsha tha, ç'është ta? Tha, porosjetën mja pru ushqim musafirve. Tha, që ushqim? Tha Ajsha, a ona nuk di me bo shema, edhe jam shëj në enën e saj. Dhe çka ke interesant që kjo ngjarje ndodhi në prezencën e musafirëve. Edhe jam shëj në enën e saj, i athej enën dhe ushqimi ron tuk. Atëherë pejgamberi alayhis salam u ul, as i nervozuar, as me thot i ma morë ftyrën e grush kam bone, as mu që me rej që nështë që të sene kishin me mujt me ndodhë në mesin tonë, po të rasteske që kja, as mu që me rej bashkërt me thot që kam bone, predhem që të ashtë ti, ose me lyp shtogën me rej, jo, por vetëm se i qetë, janë isi për të banë pejgamberi alayhis salam, edhe i afroj aty në musafirëve të hani, o musafirët e mi, Allah ju ndëroft, me rahani tash ushqimin, ndërsa në transmetim tjetër gjithashtu në Buhari, tha gharet ummukum xhelazai nëna juaj. Se gratë e pejgamberit janë nënat besimtarve. Tha xhelazai, domethënë xhelazai pse ushqimi me ardhi dikun tjetër, prej dikujt tjetër, kur unë di me bë ushqim, edhe pse mendojnë kohën tonë s'kishte me qenë kjo xhelezi, veç a mund bin ushqim, se rrin s'ka problem. Ndërsa në atë kohë tha xhelazai, unë di me bë pse pejgamberi tha xhelazai nëna ju, edhe këtë me kaq e priti. Bile ato ja tregoj në mesin e musafirëve se cila është arsyeja pse kem shej, se kjo nuk është debe etika e saj, nuk është sjellje e gruas time kështu më mshu enës edhe ma thy para musafirëve, por sjellja e saj për shkak të xhelozisë, mos ja meni për të madhe, mos ja zeni për të madhe. Kështu e trajtoi pejgamberi alayhis salam, ndërsa çat enën e thy me tha lema çitu, i tha Ajshës jep janë enë tonën tashti, çka e kiti të re, jep ja këtij shërbëtorit të çan aty se drejtësinë do të çun vën se ja theve enën. Kur gjo ma shumë kështu vepraj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon na pejgamberin e kena shembull të jetës tonë, e kena pejgamberin alayhis salam. Allahu na ka përmend Kur'an se
Ju shembullin më të mirin e keni Muhamedit alayhis salam. Për këta, nëse këshyr këtu pra jetën e pejgamberit e sheh se sa i sjellshëm ka qenë me gruan, edhe kur ka bon ato punën e saj që me këto ka mujt më nervozu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj për më tregu se sa i mëshirshëm është ky Islam. Ndaj bashkëshortës po i përmeni edhe disa e një që nuk u ban zullum, po i përmeni disa raste. Prej tyne, ju e dini që bashkëshortja, gruaja, kur është me të përmashme të saja, dhe me lehonin e saj, nuk e ka obligim as namazin, as agjerimin. Nuk e ka obligim namazin, as nuk e ka obligim agjerimin. Pse kështu? Për shkak se e ka po dini Islam, se a janë që ato momente ndjenjat e saj na ndalojnë, nuk janë si kur është normal. Edhe ka bon që mos mja heke këtë obligim prej vetës e soj. Ju që mja heke, po me bo ban gjuna, edhe si pranohet namazi. A i pa e vreni? Ndërsa për burrat, nuk bje namazi as njëherë. Ndash keve shtrit, ndash keve në kom, ull, mu falë diqysh për, ndash ketë të dhim të barke, kryt, ndash po të gjak dedhi, kur gjënve ta kanë lëgjë si që regullim ose udhër, dishka edhe ti mu falë bili, edhe nëse je të luftu në betej, a pet namazi nuk bjen kur është puna tek burri. Ndërsa tek gruaja pa e vrejni si Allahu e mshiraj, si ky dini Islam shprehi mshirë ndaj grus, që kur është me të përmëshme të sajna, mëse edhe kur është lehonin e saj, mos me agjeru e as mos me fal namaz. Pastaj, prej ato që të regon se sa i mëshirshëm është kjo dini Islam ndaj gruas, është edhe ajo se gruaja nuk e ka obligim me gjithë ushqimin, me të drejtën, ose me punu për ushqimin e fëmijës vet. As të burrit vet, por jo veç kaq, por se ka obligim me punu as për vetveten e vet. Për vetën e vetë se ka obligim me punu. Kërejt që të obligime kush i ka burri i sajna, e nuk e ka ngarku dini Islam gruan, as me ka qeq. Ndërsa, prej asajna që të regan, se sa i mëshirshëm është kjo din, e jo që i ban zullum gruas, e që jo që do të me i bon, po do të me shprej mëshirë dhe rahmet ndaj bashkëshortës, është edhe aja se ka po dini Islam, kur vje puna për mi fol gjumot. Jo që tu shka jeni një burra krejt. Ndërsa gruaja s'ko, se gruaja nuk e ka obligim gjumon. Gruaja nuk e ka obligim gjumon. Tire të shpia, këshyri sanet të shpijes, këshyri na i bo këtë janë burri prej gjumos ose diçka tjetër, ose këshyri thmit, nuk e ka obligim. Jo veç kaq, por as namazet me gjemot. Jashtë na gjumos, tek një numër i konsiderueshëm i dietarëve, tek një numër ko gjoj madh, kanë thonë nëse është xhamia ndesh ofër teje, kanë thonë e ki obligim e shku me fol namazin me xhamot. Ndërsa gruaja se ka as këtë obligim. Apo e vreni që të regon, këtë din të regon se i ka shpreh mëshirë bashkëshortës e jo me i bon zullëm. Pastaj, ju e dini se e ka obligim, ose është mehri, një dhurat që i pët kur të martohen dy të rinjë. I pët një dhurat. Pastaj, këtë dhurat, me bon nëse i ka rastis personi që u fejotën, hajde me përmonim atjesht, u fejotën, edhe u caktu 10.000 euro kemi dhe dhurat, qka që pidën, edhe burri u pajtu me këtë qështje, 10.000, veç nëse ju ka rastis këtyne dy personave, që veç sa u fejotën, nëse ju ka rastis me nejtë veç me një dhumë, të vequar, me nejtë edhe nëse kur gjësë kënë bon, po që undajtën me njëherë, e kanë obligim e ko që ky burri me jadhon 10.000 erët me i herë. Me jadhon 10.000 erët atë dhuratën mehrin që ka caktu, veç pse u vetmu me ta, për mjarujt nderin, e asoj grue. Jo veç kaq, po nëse heq, veç u fejotën, për haj, ja ka bon dëshmitar të ato, po as jenë vetmu, as kur gjë heq. A ka në obligim? Edhe këtu i ka bon Allahu, i ka bon obligim gjysmen, nëse ka caktu 10.000, 5.000 kimi ja bon. Më rebona se taku as kur gjë heq, ti se taku as kur gjë heq, po për haj të ka bon, edhe ja keni këty për hajrin dëshmitar të jenë konë, mehri është caktu, gjysmen e mehri dhëtë mja bon. Të regan kjo për zullum që i bonët me gruas, apo që është drejtësia e Islamit ndaj bashkëshortës. Pastaj, bile, nëse i vdes burri gruas, dini Islam ja ka dhënë të drejtën, me pas të drejtë gruaja me trashigu burrin e vet, me trashigu edhe nëse ka qenë eri, kur i ka vdek burri vet,
ka qenë e re, por tashti edhe po shkon shtëpi vet krejt. Por veç pse ka pos burr, e ka të drejtën dhe duhet me trashëgu atë burr që e kishte pak më herët. Pastaj jo veç kaq, edhe për me shku në haxh. Këtë shtyllë për shtyllave të Islamit. Dini Islam nuk ja ka ngarku. Nuk e ka ngarku, po e ka shpreh mëshirë ndaj bashkëshortës, ka thonë ti për me shku me bë haxhin, duhet ta kesh një mahrem. Por ndryshe, ti se ke obligim me shku me bë haxhin hiç. Edhe nëse i ke kushtet. Edhe nëse i ke kushtet, krejt jemi në rregull, duhesh me pos një mahrem për me shku me bë një mahrem, një burr që është i gjakit tand për me shku bashkë, për ndryshe se ke obligim hiç. Kjo për mja rujt pra nderin e gruas. Ndërsa nëse bashkëshortja e njërit është me të përmuajshme të soja që kanë çdo muaj. A e dini që dini Islam ka thonë ti, me bo me qenë bashkëshortja yte me të përmuajshme të soja, ti e ki haram, e ki të ndaluar, me i thonë asona je shkurorzuar, e ki haram. Me po me thonë gjatë qasoj kohë, duke e ditë ky dini Islam, se gruaja në çato momente nuk është, e ka të ndjenjat e veta, nuk është normal sikur kur është normale kështu. Ndjenjat e saj nuk janë të njëjta. Dhe ka thonë e ki haram, ju veç kaq. Po ka prej dietorëve kanë thonë se ju që ki haram po si po, por edhe nëse i thu je e shkurorzuar, brenda qasoj kohë kur aja është më të përmuajshme të saj, nuk e kanë llogarisë si shkurorzim hiç. A e llogarit nëse, apo e shih nëse si e ka ngritë dini Islam gruan. Pastaj gruaja thash fillimisht e trashëgon burrin e vet. Por e trashëgon gruaja edhe vllavin e vet. So prej të rinjeve vdesin, as që shka mendja dikuj se unë kam motrën dikon, motrë është e martuar këtë me një vend tjetër, nuk e di që edhe aja në atë vendin, po ty vllavit ka vdek, i ri apo i mëqëm, ka hisën pasurinë e vllavit. Ata e harrojnë këtë sen krejt, apo shifni se si e ka ngritë ju kaq, po edhe nëse një gruas i vdek një djali ka vdek para kuhe, para tjerve, edhe aja ka qenë ndome me 4-5 vllazni, një prej vllaznive ka qenë nona, po qenë një djalë tjetër i vdiq. Ai tjetër që s'ka qenë tu jetu me to, kjo nona ka hise edhe në pasurinë e qati, edhe pse s'ka qenë tu jetu me to, jo e qkaq, po pastaj edhe në prindërit e ti. Është e martu me ketë në regull. Nesër i vdesin dy prindërit e ti, për cilit fshat ajo vjen, ose për cilit qytet vjen, ka hise në trashëgimin e pasurisë së babës e sojna apet. Apo e vreni? Ndërsa, kur ta këshirsh, kjo për vetën e vetë, s'ka obligim kur gjë, as ka me pagu fëmijën e vet që përmendu më herët, as pasurinë ushqimin e fëmijës, as kur gjë, kerejt këtu të drejta i ka bashkëshortja, ndërsa të na thojnë se gruas po i bëhet zullum, ose ata që nuk dojnë me hinë në Islam pak më në detaje thojnë jo muslimanët i bani zullum grus. Jo, të cilët jeni që i bini ligjet e tjera që i kanë vu njerëzit vet, jo i bani zullum grus, se Islami nuk i ban zullum, e jo veç çiva zullum, po në qitu me ja kallëzun ashta gjithkujt prej mosës tënë që shesin mend kishe na adin dim edhe zdim, në atë kuptimi që mja tregu që të ju mërë, po ju pe të përej që tash zullum burave, po ju bajnë shi se ju grus. Ndërsa, kjo dini Islam, jo veç kaq, por që të mehrin që e përmenda, që dhuratën, ti dush mja mo, ki obligim, por e ki haram me mor një cent, për e asoj dhuratë që ka ti ja ke dho bashkëshortës. Një cent në mash, haram e ki, të ndaluar ki, veç nëse aja bashkëshortja dënë me t'i dhon vetë, eshe që i e zajt prej materialit të të hambur i e meri, për ndryshe s'hit e dhejt me mor kur gjë prej sojna. Pastaj, dini Islam, për mjarujt të nderin gruas, unë këtu jam të pranë si pika, a për çdo një unë për çyne kisha mujt me boka një hëtbe, po përsa që po du mi shkurtu senet. Ndërsa, dini Islam, për mjarujt të nderin gruas, a di që ka bon, mas pari kur ta fejaj ju kujti teket që të në sakak e posh një dhe u dashurova edhe dhe më thonë e fejuva vetë, ashtu ju. Dini Islam për mjarujt të nderin e qasojna, ka thonë për mu të llogarit martesa ju të në regull, duhet me konë veliju i saj, kujdestari i saj ty me ta bo për hajë. Do të me konë kujdesori, qoftë kujdesor baba, qoftë vllavin e se s'është baba, qoftë migja, qoftë babgjyshi, ose puna kujdesorve. Me konë kujdesori, ju veç kaq, por me konë edhe dy dëshmitor musliman të mirë. Me konë me ta dëshmu që ti u bo për haj kjo punë. Ju veç ashtu, me ta bo pasaj, për shka mi pos dy dëshmitor, me ta bo për haj velia kujdesori, veç për mjarujt nderin e sajna,
të asoj gruas mjarujt nderin e para, edhe e dyta, fëmijët që lindin pesojna, mos me thonë pastaj se i ka fëmijë kopuka po shqetoj që të lindur pa martesë. Mos me thonë ashtu, për mjarujt krejt që tu, i ka vonë gjitha të kushte, kjo pro dini islam. Jo veç kaq, po nëse del një njëri, edhe i fol për një gruan, për mjarujt nderin e gruës, se që kjo grue është, Allah në rujt, të është zinashare. Që kjo grue ka bo zina, që kjo? Edhe pse kjo hin edhe për burrat, vetëm se a di që ka bo dini islam, nëse del një njëri me kon shëriot të islam, e që kjo është e përhapur në përgojet e njerëzve të na shumë. Dini islam ka thonë, sikur të ishte shteti islam me punu si pas rregullave Kur'anit dhe Sunetit që çdohet, me thonë ti fole po a ki dëshmitar valla s'kam pa mune kom po më ti ke po dëshmitar a ki ju hesko ka dia merr edhe me një çfarë xhelati e ka e t'ja jep një 80 shkopinj të mirë. Që ai motani edhe me po, s'ka me fol. Jep një 80 shkopinj të mirë veç pse foli për nderin e gruas. Veç pse foli pa të drejt për nderin e gruas. Çka tregon kjo? Kjo tregon për vlerën që dini islam ja ka dhënë gruas. Jo veç kaq, por nëse njoni ja nguc ose i ngucet të nderi bashkëshortës së tij, e ka të drejten, nëse njoni nderin edhe këshyr me bona e sën të keq me bashkëshortën ti, e ka të drejten edhe me luftu për me mbrojt bashkëshortën. Edhe a di çfarë llogaritën në islam? Me luftu po, por edhe bjen shahid prej shahidave, që ka përmend pejgamberi se man qutila dun irdihi fa huwa shahid. Edhe kur vdes duke mbrojtur nderin e vet, bashkëshortën e vet, ai ka më shku shahid. Apa e vrejni, se sa e ka ngritur dini islam bashkëshortën, jo ashtu qysh mendoj njerëzit, pastaj jo veç kaq, por edhe kur të vdes bashkëshortja, nuk do të që i tolerohet gjithë kujt me shka shkaloj ati se ka vdek një plak edhe dhe talon kush dënë. Ja. Ose e lon burri vet, ose dikush pe i grave, e burrat e tjerë, as djali vet s'ka të drejten ato as me këshyr ka e lojnë. Kjo është po dini, mjarujt në nderin e sajna edhe kur të vdes, kështu është dini islam. Jo veç kaq, por ato qëllarët e din kur ta qefinosin, kur qefinoset gruaja, burrat e kanë 3 qefina, i mjaftojnë, nuk pi tjeri shumë. Ndërsa për gruan, a di që kanë thonë, me e mira është 5 qefina. Pse 5 qefina? Që sa ma shumë edhe sa ma pak mundësia me konë që ti me po, do më thonë diçka prej avëretit të soj. Pastaj, jo veç kaq, por edhe imami si imam, kur të del ato nëse e kini vërejt. Nëse e kini vërejt, por nëse si ka shku mendja, kur është gjinia femërore, ma në midis del imami. E para, kur është mashkullore ma nga koka. A dini pse? Kjo për shkak që mos ta ketë mundësin asa ta mbro pa anena me pa në avëretin, ose veç syt mi shku, ka ajo grua që s'ka qenë kur gjën lidhja me ta. Me dol nga mesi, ju veç kaq, po kur është grua, imamit i kërkohet me dol dhe mu shty pak ma mbrapa. Jo mi nejt ofër që është e këburi, po me nejt pak ma larë kur është për gruan. Kerejt këtu, për mjarujt nderin e gruas. Edhe ju veç kaq, por dini islam e ka bëllë ato se nëse i bëhet pa drejtësi diçka, nëse i bëhet pa drejtësi gruas nga ana e burrit. Fillimisht shkurrëzimi është në dorën e burrave. Elhamdulillah që është në dorën e burrave, se me bëmë ka shkurrëzimi në dorën e grave për ditë ka herë na kishin shu. Mi po shqyqysh është në dorën e burrave, e veç burri kur ti të po të lëshoj i elshuar. Por ndryshe gruaja gjithë ditën me thotë dojta piteje, po ndona, nuk është shkurzimin dorën e saj, se Allah ka di që mendja saj është pak ma e lehtë se e burrave. Mirë po ja ka dhënë një drejtë. Kur me i bo zullum burri, shumë gruas i ban, sënë e dërën, atëherë mi bëtët lëshëm, dhe mërë nuk lëshëjën e ty, ama zullum i ban apet. Çka e ka të drejtën? E ka të drejtën tash të gruaja, veç mjarujt nderin e saj, mjarujt pozitën e saj, me shku të kadija të gjykatësi, mi thona diçka, ose mas porit e veli, ata një shkan te kadija për shkurtaj qëtu, edhe mi thonë kadijës, e qësësh është burri vetas kur kushiq, gjukatësësh, mi thonë lëshëm të nëmën burri tem se pumba zullum, edhe e ka këtë të drejt kadija, pastaj mi thonë je elshuar, unë e për thamë këto nëmën burri tanë. Pse kështu, veç mos me i bon zullum bashkërtës. Nga qëtu edhe rejt, se sa të drejtat ja ka dhënë dini islam gruas. Sa shumë është kujdes mos me i bon zullum gruas dini islam. Edhe pse është edhe ona tjetër, se dini islam e ka rujt edhe burrit mos me i bo zullum, a më këtë inshallah në herë tjetër i vjerani. Në alusmi Allahun azza wa jall na fat na mshëran. Elusmi Allahun azza wa jall me pejgamberin xhenetin ata kanë të na bashkën aqulu qouli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.